Jemi rikthyer sërish në studio dhe tani në mysafir kam Iber Dearin, regjisorin e filmit Krejt e thirrën Rexhën, një film që po bën buj jo vetëm në vendin ton, por edhe në vende tjera të Evropës dhe të botës, e që së fundmi ka marrë një çmim shumë të vlefshëm, ka marrë çmimin Franco Casani si filmi më i mirë në Festivalin Internacional në Bari të Italisë, që është një nga festivalet më prestigjioze të filmit në Itali. Me Ibrin e do të flasim për emocionet që ka pasur ky festival, ky çmim edhe marrja e këtij çmimi, por gjithashtu edhe për suksesin që po tregon ky film në përgjithësi. Përshëndetje Iber, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam sot këtu dhe të flasim për filmin. Njëherë t'ju përgëzoj dhe t'ju uroj për çmimin Franco Casano që e mori Krejt e thirrën Rexhën apo Everybody Calls Rexha që njihet tash ndërkombëtarisht, një çmim mjaft i vlefshëm, do thoja, një çmim ndërkombëtar, çmimi i parë e nisi mirë, domethënë festivalet nisën mirë edhe për filmin. Si u bët pjesë e festivalit, si kanë qenë këto emocionet, na përshkruaj pak? Po do të thotë drejtëm e thonë, çfarë kam qenë fokusuar kur kam realizuar këtë film për publikun ton, asnjëherë si kam menduar festivalet, se është dëshpërim gjenerata shumë regjisorë fillojnë të bëjnë filma për festivale duke harruar publikun, pastaj kur nuk pranojnë në festivale një dëshpërim shumë i madh. Kështu që unë bashkë me ekipën e filmit filluam atë energjinë të bëjmë film për publikun tonë. Dhe ajo dëshmua në premierën e filmit se në Shkup që mbushën 5 salla për herë të parë në premier filmi, pastaj në Prishtinë dhe në Tiranë, dhe ka qëndruar filmi shumë gjatë në kinema. Dhe aty sikur u krye misioni im që unë kisha të bëj film për publikun. Pjesën e festivaleve absolut unë u pata larguar dhe ja kam lënë producentët që ta aplikon. Sigurisht producenti aplikon në shumë festivale dhe ka festivale ku pranohet, ka ku nuk pranohet. Ky në Bari do të thotë u selektua si festival i parë dhe vetëm pranimi në festival ishte komplet një eksperiencë tjetër. Për mua më nxiti një dëshirë ta shoh se si do të reagon publiku italian. Ose edhe publik tjetër që kanë ardhur nga vende të ndryshme, po do të thotë si do ta pranoj një film në gjuhën shqipe, që unë mendoja se mos është shumë lokal, për shkak se edhe dialekt ose storia që e kam krijuar për ne këto. E morëm ftesën nga festivali, shkuam, do thotë unë, 2 aktorët kryesorë, Adriana Amatoshi dhe Afrim Munçaj, ko-skenaristi Artin Selmani dhe ishte pjesë edhe miku im skenografi i filmit Adrian Kadrio. Vetëm pjesëmarrja do të thotë ishte një testim ose një sfidë e re, që ta shohim se çfarë do të ndodh, ose festival shumë i madh, ka pasur një numër të madh të publikut, të filmave. Nata ku shfaq filmi jon, kisha pak stres, por jo më shumë se këto. Do të thotë tu kam pasur shumë stres për shkak se jam marrë vetëm organizimin dhe pritjen, edhe nuk e disha si do të reagon edhe publiku tek ne, se nuk kemi pas shumë përvojë me kinemanë. Kurse publiku ai një publik që vazhdimisht e ka përcjellur kinemanë dhe pat shumë reagime të mira, pastaj edhe Q&A që bëhet në fund të filmit pat shumë pyetje interesante nga publiku. Ne vetëm e pam se interesën shumë i madh për filmin. Por nuk e kisha idenë se do të mund të shpërblejemi me një çmim ku në garë ishim 12 filma të ndryshëm të botës. Dhe normal, nata finale, kur shpërblihem, më ngjit në atë skenë shumë të madhe për ta marrë çmimin, nuk e kam pasur idenë se si të falenderojmë ose çfarë të flas. Se për mua ishte komplet diçka e re, por shumë i lumtur, i motivuar dhe një realitet që po ja ka vlet të mira me film, ja ka vlet i humbi gjithë këto vite në Maqedoni duke konkuruar, duke u injoruar, duke mos u përkrahur në kohën e duhur, por lufta ose dashuria për kineman, së bashku me njerëzit, me ekipën që e kam pasur, në fund për mua edhe ky misioni për festivalit që u mor ky vlerësim ishte diçka shumë mirë që mendoj se jo vetëm unë, po gjithë gjenerata që jemi regjisorë të rinj, duhet të kemi pak shpresë të besojmë në dashurinë për kinema dhe tregimet e tona. Kjo në fakt tregon që edhe puna, po sigurisht atë që e the, që puna e palodhur gjithmonë në fund do të shpërblehet, mbase vonë ndonjëherë, por që gjithmonë do të shpërblehet. Domethënë, festivali në Bari është një nga festivalet më prestigjioze të filmit në Itali dhe vetëm pjesëmarrja në atë festival në fakt është diçka shumë e madhe, por të marrësh edhe çmimin si filmi më i mirë, sigurisht që është diçka shumë e madhe. Si ishin emocionet edhe të aktorëve në momentin që e morë çmimin, që pat që
filmi juaj e ka marrë këtë Do të thotë me aktorët, për shkak se ne realizimin e këtij filmi të kemi pasur një luftë të madhe. Dhe ne kemi qenë një familje me këta aktorë që kemi punuar. Do të thotë edhe me afrimun që e kam punuar edhe më herët dhe çdo herë kam pasur afër meje, do të thotë më kanë ndihmuar çdo herë si regjisor. Njëjtë edhe me Adriana Matoshën, po edhe me aktorët që kanë pasur këtu në Maqedoni që s'kan mund të vinë, do të thotë Mirsada Bazi, Adem Karaga dhe numri tjerë aktorë, do të thotë plot aktorë tjerë në Maqedoni dhe Kosovë kombinime. Por këta dy ishin në Bari Film Festival dhe sigurisht ju gëzuan shumë se filmi më i mirë nuk është vetëm regjisori më i mirë, do të thotë janë të gjithë elementet dhe pikërisht ai vlerësimi që e ka dhënë juria duke përfshirë edhe montazhin më të mirë që është bërë nga një mikimi Avdithaçi, do të thotë nga Shkupi, dhe gjitha elementet tjera që para atij filmi. Skenarin që bashkërisht e kam shkruar me ko-skenaristin Artin Selmanin. Ne jemi një gjeneratë e re e filmbërësave dhe me pasion shumë të madh. Ndoshta s'kemi pasur vizionin se sa do të pranohemi, për shkak se gjenerata e re çdo herë kanë qenë si të lënë anash dhe është krijuar një shablon se vetëm ato më të vjetrit bëjnë. Po jo vetëm më të vjetrit, se çdo herë më të vjetrit kanë pasur një eksperiencë të mirë, por një shablon i elitës artistëve që është dashur të përkrahet dhe çdo herë janë lënë anash një pjesë tjetër. Dhe unë mendoj se jetojmë një kohë tjetër ku talentët ose filmbërësit ose artistët jo çdo herë janë të vetëm me një rreth. Duhet të kërkojmë gjithkund. Janë për shembull nga fshati Slupçani Kumanov, Sartini nga Gostivari. Jemi shumë larg, por kemi bërë një film që sot ose këtë javë është përblyer në Itali dhe një vlerësim shumë i veçantë. Kështu që gjenerata e re jemi kemi më pasion ndoshta për filmin. Ndoshta pse jemi në kohëra të ndryshëm, pak më të lehta edhe për ta bërë filmin, kuptimin e promovimit të rrjeteve sociale. Por ajo që na u ka dashur gjërë vetëm një përkrahje e vogël. Asnjëherë do të thotë nuk kemi kërkuar të kemi një përkrahje shumë të madhe si nga shteti ose se nuk e kemi ditur se shteti mund të të ndihmon. Injorimet na kanë munduar. Kështu që momentin që ke një përkrahje të vogël, ja edhe nga media që na promovoni, do thotë kjo është mjaftueshme për ne të zbulohemi si regjisor, si skenarist, si aktor, si filmbërës dhe kjo e motivon edhe gjeneratën e re. Prandaj unë çdo herë jam munduar ose jam në çfarë modeli gjeneratës së re se mund të bëjmë filma edhe me pak buxhete, edhe me më shumë dashuri. Kjo e ka thënë këtë shablonin nëse e bën filmin për kinema nuk është për festival. Ose para se ta bëj premierën e filmit kisha këshilla nga disa kolegë duke më thonë mos e shfaq filmin në kinema se nuk do të kesh publik. Kur u mbush me publik, pastaj thanë mos e dërgojmë festival se nuk të pranohet. Tash kur fitoj, po do thotë gjenerata e re duhet ne vetë të rrezikojmë dhe të provojmë. Unë as nuk e kam menduar sa do të mbushet filmi sallat plot, as nuk e kam menduar do të pranohet në festival. Ne se ekip që kemi qenë e kemi pasur dashurinë për këtë rrëfimin, tregimin e filmit dhe si e kemi bërë filmin. Pastaj kemi bërë marketingun, një proces shumë normal që duhet çdo film ta ketë. Po, tregohet në fakt kur ka punë, kur është ai mundi që jepet me pasion, në fakt edhe në fund tregohet edhe suksesi dhe rezultati i gjithë kësaj. Ti e the që këto injorimet ju kanë munduar me të vërtetë, por nuk ju kanë ndaluar. Kështu që kjo është diçka shumë pozitive. Ndoshta këto kanë qenë ato testimet për me pas se sa jemi ne ata adhurues të filmit ose sa jemi të uritur për të bërë film. Dhe realisht gjithë këto pengesa që kemi bërë ose injorime na kanë shtyrë ta krijojmë këtë Recep Nushin e filmit të Gjethet Thrasin Rexhon, ku i ndodhin vështirësitë, problemet dhe gjithçka e vështirë në jetën e tij për t'i kaluar. Dhe qëllimi i tij për të ikur ose rinia që iken nga vendi janë aktualitete që ne gjatë tërë kohës që kemi menduar, edhe para se ta bëj filmin, edhe gjatë filmit, edhe pas filmit, ideja më ka sillur çdo herë në mendje se të iken nga ky vend, se nuk është problemi vetëm ekonomik që ne a kemi rroga, a kemi ushqim ose a kemi kushte të mira. Është mos si më thonë, përkrahje jo e mirë. Do thotë momentin që e kam parë çdo herë që përkrahen njerëz
jo profesionist ose jo regjisor, zhëre ke ndjerë vetën sikur nuk i takon të kësaj shoqërie. Ose shtypësh në këtë shoqëri nga një grup i vogël. Do thotë ne nuk shtypemi nga grupa e madhe, ne jemi grupa e madhe është viktima. Janë disa njerëz që pastaj vendosin se kush duhet të fitoj, kush duhet të jetoj mirë, kush duhet të ketë një jetë luks, ne as luks nuk e kërkojmë. Prandaj thash, mjafton një përkrahje shumë e vogël, jo vetëm për mua, për plot regjisor të rinj që i njohin. Se unë, për shembull, është shumë problematike, për shembull, pas meje, sa gjenerata të regjisorëve tjerë kanë dalë, shumë pak. Dhe kjo do të thotë në shumë në kohën më të lehtë ku duhet të prodhojnë shumë regjisor, ne kemi më pak regjisor. Gjenerata sepse është zbehur mbase pasioni për nga të rinjt. Është zbehur shumë sepse nuk kanë motivim. Askush nuk i promovon, askush unë nuk e di edhe në akademitë e filmit për shembull si kush ligjeron sot, sa janë të motivuar, sa janë të vlerësuar, nuk kemi një festival për studentët, nuk kemi për kulturën shumë pak flitet. Zakonisht për kulturën flitet bëhet një sukses dhe mirët një diskutim, por nuk kemi një debat. Ose nuk kemi një debat kush janë këta që bëjnë filma dhe këta që nuk bëjnë filma, por kanë filma. Për shembull ka dhe i riu, që kam qenë edhe unë një gjenerat e re, vazhdet e jam i ri, por po flas periudha si student, normal që nuk e kam parë të ardhmen në këtë vend për të prodhuar film, se nuk e kam parë asnjëherë një dorë të zgjatur që të ndihmon. Por zakonisht ka qenë një shkelje që ta kanë bërë. Dhe pastaj ajo gjatë tërë kohës pesimizmi se nuk mundet këtë vend, mundet këtë vend. Do thotë beso se ne nuk kemi bërë, ja me regjën suksesi i filmit, nuk është që kemi bërë diçka të jashtëzakonshme. Thjesht kemi punuar ashtu si duhet. Jemi munduar gjithë energjinë tonë ta kalojmë tek filmi. Nuk është biseduar për buxhete, sa para do mirën, sa para, nuk as pak. Gjatë tërë kohës kemi biseduar, kemi debatuar për dashurinë e kinemas. Dhe mendoj jo vetëm në film, në gjithë fushat kur flasim me dashuri, me pasion, besoj se ka sukses. Unë për shembull, numri i madh është i filmit që pas 2 ditëve kam qenë në Danimark në kinema. Ishte shitë do të thotë salla. Nëse kanë mundësi me hap një sallë të dytë, do të jetë shumë mirë. Se jo. Presin të shkojnë në vende tjera evropiane ku janë edhe shqiptarët. Ka interes shumë të madh. Unë nuk kam ditë këtë se mund të ndodhë kjo, po i kemi dhënë maksimumin, nuk është që jam dorëzuar. 4 vite kemi punuar vazhdimisht në filmin. Dhe gjatë tërë kohës, do thotë, me ekipën kemi folë vetëm për këtë film. Kemi biseduar vetëm për këtë film dhe mendoj se në fund po shpërblehet mundi. Është po, pastaj janë ato emocionet veçmas që kur shpërblehet gjithë ky mund për 4 vite, siç the. Ti e përmende pak më herët që ka pasur edhe pyetje prej publikut në festivalin që keni qenë në Bari, ka pasur edhe pyetje prej publikut. Cilat kanë qenë pyetjet më të shpeshta, sepse dim që filmi është një kombinim i dramës, komedisë, romancës, që në fakt tregon një realitet të hidhur, por ka edhe ironi dhe sarkazëm brenda që e bën edhe më interesante, plus edhe pjesa e humorit sigurisht. Cilat kanë qenë pyetjet më të shpeshta që ke dëgjuar ose komentet më të... Po, unë jam çuditur se një pjesë e njerëzve ose filmi prezantohet si Maqedonia e Veriut dhe ata nuk e kanë ditur se ka edhe shumë shqiptar në Maqedoni, ose ka shqiptar në Maqedoni dhe pastaj kur i tregon, kur e sqarojsh se filmi është shqip dhe kultura shqiptare, normal, se gjatë filmit e kanë kuptuar këtë pjesën, por vetë njoftimi i filmit, do të thotë, për kulturën tonë, ka qenë diçka e veçantë. Pastaj kjo, kombinimi i komedijës me dramën ka qenë shumë diçka e veçantë dhe kam pasur këtë pyetje pse ke vendosur këtë cilë. Sepse përmes komedisë kam dashur ta tregoj, është më lehtë përmes komedisë ta tregosh fshirësinë, do të thotë, ose dhunën, ose kjo se filmi është tragjik, përfundon me një fund shumë pesimist për të ardhmen tonë. Edhe nëse e marrim për shembull filmin, përgjigjja ime ka qenë filmi La Vita e Bella i Beninit, është një komedi që tregon formën më të dhimbshme tragjedinë që ka ndodhur në atë film, ose filmat e Charlie Chaplin, përmes komedisë ka treguar zhërë tragjedinë atë shoqëri. Unë ka qenë shija e imja përmes komedisë ta tërheqi publikun në kinema, për shkak prej pandemisë publiku shumë është distancuar nga kinemaja, dhe pastaj përmes komedisë t'ja tregoj realitetin se çfarë po ndodh tek ne. Edhe unë mendoj nga fillimi deri në fund, shumica e ngjarjeve janë të ndodhura të vërteta. Nga fillimi hapet skena me një të moshuar që vdesi vetmuar në shtëpi, dhe janë ngjarje të vërteta që po ndodhin. Të ndodhin, po. Kurse më herët nuk e kemi pasur këtë ose hapja e shtëpisë së pleqve të moshuarve. Nuk është një ide e mirë për të hapur tek ne, se nuk e papranueshme. Por në film ndodh.
Se nëse vazhdon rinia të iken dhe mbesin vetëm të moshuarit të vetëm, do të detyrohen të... Po, është më mirë sikur të hapet një shtëpi të moshuarve ku janë të gjithë së bashku do jenë, po. Me kushte ku janë shqiptar, janë të fesë muslimane, se sa të përzihen me një shtëpi të moshuarve ku nuk janë të lejuar të bëjnë, ta praktikojnë edhe fejnë e tyre, po dhe kulturën e tyre, të lloj të ushqimeve, të filmave që i shikojnë në shtëpinë të moshuar, ose muzikën që e dëgjojnë. Dhe kjo paraqitet në film. Tash për disa njerëz ka qenë shumë e frikshme sa mund të vjen kjo. Nuk e dia mundet, po ndoshta edhe vjen se në komunën tonë dikur nuk ka pasur çerdhe për fëmijë, kurse sot vazhdimisht po hapen. Për shkak se janë të punësuar, njerëzit nuk mundet të rrinë të qëndrojnë në shtëpi të gjithë. Po ndryshojnë gjërat nga Po ndryshojnë shumë. Dhe filmi këtë aktualitet edhe ndoshta pak këtë armën e ka përfshi. Po prandaj në fakt edhe është pëlqyer shumë filmi sepse realitetin sado të i hidhur që të jetë e ka formën më të vërtet mundshme që jemi munduar ta përcaktojmë. Iber, duke qenë se kaq na lejon edhe minutazh, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Qytet në studio dhe uroj edhe një herë dhe shpresoj edhe çmime sa më të shumta. Shpresoj që të kemi sërish edhe për çmime të tjera mbase pikërisht në këtë studio për të biseduar për suksesin e madh që po bën ky film dhe unë do të sugjeroja të gjithë shikuesve që na ndjekin tash që ta shikojnë këtë film. Unë e kam shikuar, kam qenë në premierën dhe jemi shkrit duke qenë shumë mirë pikë pari, por që është edhe një film mjaft i mirë që tregon shumë për realitetin tonë të hidhur. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë e emisionit Qytet në studio. Faleminderit edhe juve shumë, ishte kënaqësi të bisedoj për filmin dhe kineman, shihemi edhe në projekte tjera. Patjetër, faleminderit shumë.